Jena këtu në qytetin e Skënderajit, përkatësisht mbrapa me ndodhe stacioni policor, ku para disa minuta është ka dalur nga ky stacion edhe shefi i shtabit zgjedhor të lëvizjes vetëvendosje në Skënderaj, Hysni Mehani, ku ndodhet tash edhe bashkë me mua, i cili pretendon se ka pasur një sulm në shkollën e fshatit Leqin. Zoti Mehani, a mund është me na tregu çka ka ndodhur më saktësisht? Duhet me thonë gjë, në Skënderaj nuk ka zgjedhje të lira. E gjatë ditës më është lajmëru komisionera në fshatin Leqin, edhe më ka thonë se po ka presion të madh dhe në vazhdimsi çonte gjatë kohës sa ishim në telefon. Pra për të shku dhe për të pasur gjendjen dhe për ta qetësu, kam shku në vendin e ngjarjes për të folur me komisionerin dhe për të pasur si qëndron puna, me qenë se i jam edhe vëzhgu si certifikum, por i kam edhe përgjegjësinë e shefit të shtabit. Kur kam shku aty me të arritur në vendin e ngjarjes, kishte pas grupe të organizuar mbrana shkollave të cilat rrinin në korridor. Me të hyrën mbrana në shkollë, fillimisht e kam pa që një komisioner e ka nxjerr krejt jashtë prej shkollës, nuk ishte hiç në vend votim. Mandej kur kam shkuar te komisionerja që kishte frikë dhe çonte dhe kërkonte në formë mbështetjen tonë, atëherë ky grupi i prej 30-40 njerëzve ka filluar me vërsulur ndaj meje edhe ndaj shef le themi udhëhecit të departamentit për mbrojtjen e votës, pra ishin 30-40 persona që filluan një sulm me logjikën a din ti ku je ardh edhe din që këtu është zemë edhe ky është vendi jon, domethënë një primitivizëm i llojit vet, e çfarë është më e keqja, hala pa mprovu policia në cilësinë e dëshmitarit në Skënderaj për të dhënë dëshminë time, atje shkon Sami Lushtaku, domethënë na ndrohemi në rrugë tek ca shkon Samiu për të përgëzuar banditët që na sulmuan në ditën edhe në gjatë kohës se ishim duke kryer punën tonë zyrtare që kemi si të certifikuar të KQZ-s. Kush është shoqëruar në stacionin policor përveç juve? Unë jam në cilësinë e dëshmitarit tash të sulmuarit, ka 4 persona i ka arrestu policia me se ditash, por aty kanë qenë më shumë se 20. Domethënë që tamam grupe të banda që kanë në vazhdimsi e deformojnë procesin zgjedhor në Skënderaj. A ke pas kontakt me menaxherin e qendrës të fshatit Leqin? Në momentin që kam shku në qendrën e votimit edhe kam kërku menaxherin, atëherë to bondat janë acaru për shkak se e kanë kuptuar që unë po di procesin edhe po i thirri policin përmes menaxherit. Domethënë ata kanë pamundsu kontaktin te menaxheri. Kush e ka thirrë policin? Policin kur është bo në le të themi në ballafaqim kështu disa minuta kanë ndërhyr, kanë qenë 2 policë të cilët e kanë pasur dorën zemër të pamundur edhe me ballafaqu të gjithë bandën të cilën A ka pasur aty e komisioner të partive të tjera apo kanë qenë të ardhur qytetarë apo? Aty ka pasur qytetarë, normalisht ka edhe komisioner të partive të tjera, janë komisionerët e lëvizjes vetëvendosje dhe vëzhgues të cilët mundohen me mbrojt procesin. Për të gjitha këto pretendime të zotit Mehani, na kena me përvu me marrë edhe menaxherin qendrës në fshatin Leqin, Avni Alion. A mund është me na tregu se çka ka ndodhur? Ka raportim, kemi informacione se ka ndodhur një incident bashkë edhe me anëtarët e vetëvendosjes atje. Po, si ta jam të shunit raport bile përvejtë kështë. Qa ka ndodhur? Ma e kam ndodhur në ora 13:45 minuta. Në kom zyre kështu, kom një të lëvit në korridor. Kur jem dole, kom po atë kryetorin e ZSD, e shronë të shkuter të klasës, edhe e kom po vuzhën e më shkuj kom të policin, kanë intervenu policia, edhe qashtu aj pak, edhe me të provokime ka pak edhe aj po, edhe tani edhe pak qashtu ka pak, po, diçka kështu tjetër nuk kam ndodhur. A ka pasur arrestime ose shoqërime në stacion policor atje kur ka ardhur policia? Edhe sa persona i kanë marrë? Unë me sa e di, i kanë marrë 5. A ka mes tyre komisioner të qendrës apo janë qytetarë të thjeshtë? Jo, komisioner jam tonë vend votime, krejt. Po ashtu, a mund është me na konfirmu nëse jeni takuar edhe me zotin Sami Lushtaku pasi ka ndodhur edhe ky incident atje? Jo, ndërruam zoti Sami Lushtaku nuk ka
policisë. Okej. Kjo është gënjeshtër krejt. Kjo ishte edhe një prononcim nga menaxheri i qendrës në fshatin Leqin të komunës së Skënderaj. Pas ti tash do të provojmë e me marrë edhe një prononcim nga ana e Partisë Demokratike këtu në Skënderaj. A keni informacione, ka qenë dikush i përfshim prej Partisë Demokratike të Kosovës? Jo, nuk ka qenë kërkush i BDK-s, po ata e kanë simpatizat. Jo, mëna e në abonenteve të ndërshë që kanë sërëmu qytetarë të thjeshtë. Mëna e nështë një asambleje të të ndërshë, se së shë konfrontu me qytetarë, jo me aktivistat BDK-s, dhe me faktura, me qytetarë thjeshtë. A ka pasur ndonjë vizitë prej nga anës juaj ose nga zoti Sami Lushtaku në këtë qendër pas këtij incidenti? Jo. Ne kemi provuar që të marrim një prononcim dhe një konfirmim zyrtar edhe nga policia e rajonale ajo e Mitrovicës, mirë po e njëjta nuk ka pasur informacione deri në këto momente.